Po na vjen mirë shumë që po ndihesh rehat edhe këtu dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si keni mëngjeset zakonisht? Po, zakonisht i kemi drejt punës dhe nuk kam pas rastin të ndjek programet të mëngjesit. Zakonisht i ndjek në mbrëmje edhe televizionin e juaj, por nga ngjyrat, nga pamja, nga stafi jam i impresionuar pozitivisht. Kjo nuk është ndonjë marketing, po i them përshtypjet e mia. Na vjen shumë mirë, faleminderit shumë. Dhe të flasim për diçka shumë mirë, sidomos tash për Mërgatën, për mi uru një mirëseardhje sa më të këndshme, Karvani i Diasporës 2022, veç ka fillu dje në qytetin e Gjilanit, apo jo, si po shkon? Po, esakt. Esakt ka fillu, është një program që është startu edhe në ministri, edhe në departament. Unë jam i ri në kuptimin e pozicionit, sepse më herët kam qenë detyrat të tjera, por është një program që është dizajnu dhe për të ndryshu qasin dhe komunikimin dhe mënyrën e ofrimit me mërgëmtarë. Sepse intenca është domethënë që për të ndërtu një komunikim interaktiv. Domethënë mos jetë një komunikim domethënë vetëm nga njëra palë, po të ndëgjohen edhe mërgëmtarët. Kanë ndonjë ide, kanë ndonjë propozim, natyrisht edhe a kanë vërejtje. Vërejtje sigurisht që kanë, po aty domethënë duhet të listojmë gjërat që janë më karakteristike, më të veçanta, në mënyrë që më vonë, kur të punojmë strategjinë për diasporën, të inkorporojmë mundësisht pjesët që janë më interesante, më të rëndësishme, domethënë për të ndërtuar këtë komunikim. Unë mendoj që është koha të kemi një qasje më të avancuar dhe institucionale dhe më afatgjatë në kuptimin e komunikimit dhe ofrimit me vendlindje, sepse ne e dim që Mërgata vjen dhe hynë të farefisi, po është çështja që ata t'i ofrojmë më lartë, edhe me institucionet të tjera. Dhe intenca jonë është që ta funksionalizojmë edhe bashkëpunimin në nivelin lokal dhe qendror. Çfarë nuk kupton kjo? Domethënë për këtë arsye një muaj më parë kemi bërë dhe një memorandum me Asociacionin e Komunave të Kosovës, që konsiston që jo vetëm këtë vit, po në vitet e tjera të kemi një program dikun 3-4 muaj para se të filloj sezoni i mërgëmtarëve, të kemi një program të detajuar që do të jetë i koordinuar, domethënë dhe të jetë program harmonik në nivelin qendror dhe lokal dhe të jetë i bashkëfinancuar. Në mënyrë që domethënë të shkoj ky program më i avancuar dhe mërgëmtarët që vinë këtu, mos kënaqen vetëm me anëtarët e familjes, po të kënaqen domethënë edhe në qytet kur dalin, të kenë domethënë të ketë një program, po, sakt, të kenë një program dhe ta shijojnë, vërtet ta shijojnë Kosovën siç është edhe slogani. Domethënë të kenë shumë çka dhe t'i themi që edhe ne dimë edhe pse jetojmë në Kosovë, nuk jetojmë perëndim, po edhe ne kemi ide fantastike sepse sot është koha shumë moderne. Përmes internetit domethënë ato që qasi që i kanë ata në perëndim i kemi edhe ne. Unë po nduket që kam lodhur pak kështu nga zëri se nuk kam kënduar, po... Ju kuptojmë se fest keni pas dje, si të qonë, fillimin. Po, ndoshta dhe gjatë kemi ndejt, por unë mendoj që për kapacitetet që i kemi, edhe private dhe institucionale, unë mendoj që ne tregojmë një vëmendje ndaj mërgëmtarëve. Dhe mos të harroni, unë vetë kam jetu një kohë para luftës në Gjermani, kam studiu atje, dhe e kuptoj shumë drejt, shumë sakt, dëshirën e mërgëmtarëve nga njerë për vëmendje. Ata i kanë të gjitha, po se kanë Kosovën. Dhe çdo mos vëmendje duhur që mund të jetë edhe e rastit, ata i lëndon. Kështu që përpjekjet maksimale do të bëjmë domethënë që të jemi me ta, të njihen ata vërtet në vendin e vet, sepse fundit ata janë Kosovë, ata janë pjesa jonë, domethënë e pandashme. Definitivisht. Na mbetet të shohim përshtypjet nga qytetet e tjera, por që Gjilanin e kemi pas dje qytetin e parë, si kanë qenë përshtypjet e mërgjimtarëve, çka thanë, cilat ishin kritikat. Ishte një program shumë çka donin bisedonin më shumë. Por kryesisht ne u takuam edhe me kanë mendime të ndryshme, domethënë edhe për zhvillimet e mbrojtshme, po ne kryesisht dje patëm edhe për çështjen e mësimit plotësues. Domethënë sepse po vinë gjenerata dhe fëmijët e tyre janë me një situatë kur ne flasim gjithë një karenomi për shembull për Rita Ora, Dua Lipa. Kjo nuk kupton që ti duhet të bësh pjesë asaj shoqërie ku jeton.
Kjo nuk kupton që me njëherë ti ke me humbë diçka nga vetvetja. Dhe në këtë procese dinamike të globalizmit është problem dhe jo letë të ruhet identiteti. Dhe ne do të ndërtojmë një program të sakt në bas inputeve që do të marrëm edhe nga mësuesit, nga prindrit, të hartojmë një program se si duhet të qasë me mësimit plotësues. Në mënyrë që ata fëmijë të paktën ta kenë gjuhën, ta kenë një pjesë të identitetit, ta ruajnë. Por kjo nuk është në një sfidë shumë e kollajshme, sepse vërtet është kohë dinamike. Ne e shohim edhe fëmijët në Kosovë sot shumë terma, shumë biseda kështu intime, nga njerë i qojnë edhe i bëjnë edhe në anglisht. Dhe paramendoj të jetosh në Angli, ose në Francë, ose në Gjermani. Nuk është kollaj dhe keni parasysh, ne jemi vend vërtet i vogël, por diasporën e kemi po aq sa kemi brenda. Dhe ky vend i vogël ta mbulet diasporën nga Amerika, Australia, Zelanda dhe këtë Evropa nuk është gjë e kollajshme. Por kjo është një kapital i joni edhe kulturor, edhe akademik, edhe financiar. Domethënë, ata që mallën me Kosovën, Kosova i mirëpret, por njëkohësisht duhet të tentohet, domethënë që edhe të krijohet shanse që ata të jenë prezent edhe me bizneset e veta, të sjellën përvojën e tyre. Unë mendoj që kjo është nëse arrin, domethënë, kur po them nëse arrin, ne duhet të studiojmë metodologjit ose programet më të avancuara. Ne nuk kemi me zbulu asgjë. Kemi programe për shembull shteti Izraelit, shteti Kroat, ose së fundi flitet edhe për përvojën irlandeze. Domethënë, ka disa përvoja që duhet i implementojmë në strategji dhe në dokumentet tona. Sot harrova të them që jemi në qytetin e Ferizajt, dikush thot, po kush është qyteti i Ferizajt? Unë shpesh them, kur shtyjmë edhe me panelistët që vinë të ju shpesh, thamë është qyteti i dytë për nga buxheti, domethënë GDP-ja nivel të Kosovës, sot jemi aty në orën 19, do të takohemi me autoritetet e komunës. Ky program është i dizajnuar nga Ministria e Jashtme, nga Departamenti i Diasporës. Po, si bashkëpunëtori kemi edhe qendrën kinematografike të Kosovës, sepse në disa qytete do ta shfaqim edhe filmin Zgjoj, me Ministrinë e Kulturës, ansambli Shota do ta dërgojmë në disa qytete, pastaj me mashtin e kemi për çështjet e arsimit. Dhe është pushteti lokal. Domethënë janë shumë institucione që do bashkëpunojmë. Sot jemi në Ferizaj dhe besoj që do të kalojmë mirë, nesër jemi në Kaçanik dhe unë kam shpresë që do të nxjerrim shumë mendime, do të nxjerrim shumë propozime nga këto takime. Definitivisht, dhe më pas janë Shtimja, Prishtina edhe Podujeva e qytetet tjera me radhë, apo jo, do t'jeni çdo ditë në një prej tyre. Ne simbolikisht e kemi nisë ka ajo pjesa ku është kejfori Amerikan, se Amerikën e kemi për qef. Kështu që, jo, është çështje rasisht, është çështje e koordinimit dhe datave. Ne kemi menduar në fakt që do të nisim dikun tjetër, po datat edhe është krejt koincidencë e rastit që kemi fillu me Gjilanin. Po vërtet ka qenë një atmosferë mirë, sepse ishte edhe një panajër i biznesit, ku domethënë vizituam dhe mënyra si kishin organizu edhe kjo pjesa jonë, i dha një farë koloriti ati organizimi, i dha një shumë gjyrsh ati aktiviteti. Unë besoj që ne pos këtyre dokumenteve, kemi edhe këtë dokumente që thash me asociacionin e komunave, e kemi memorandumin. Planifikojmë që në muaj shtator dhe në dorë ta ndërtojmë një kolegjium, ku në kodër departamentit do të ketë një përfaqësues dhe secila komunë do të ketë drejtoritë e veta. Çfarë nuk kupton kjo? Që tani të hym një programi për vitin e ardhshëm. Ta kemi më të dizajnuar, më të përgatitur dhe të jetë edhe më i pasur. Dhe po them që në vitin, nuk po them që jo në këtë vit, por unë mendoj që nga vitin e vit do të funksionalizohet dhe do të avancohet ky komunikim, sepse unë mendoj që bashkëdhëtarët duhet të kujdesemi të mos e lëmë vetëm
të bogjenakët, vetëm të vlezërit, ose vetëm të rritet familjare. Ndërkohë na treguat që sot realisht jeni në qytetin e Frizarit, apo? Edhe na treguat pak a shumë çfarë lloj aktivitetesh ka me pas. A do të jenë këto aktivitetet këtij lloji edhe në qytetet e tjera? Çfarë do të ofroni për mërgjimtarët në qytetet në vjem që do t'i keni? Për shembull, sot në Frizaj do të kemi, natyrisht që do të respektohet një këqiri, do të takohemi me autoritetet komunale, me kryetarët e komunave. Do të kemi bashkëbisedim, do të harmonizojmë, do të kemi, do më thonë, statement, si deklarat për media. Pastaj do të kemi pjesën e bashkëbisedimi dhe do të filloj programi kulturor. Të njëjtën gjë do të kemi edhe në Kaçanik të nesme, por në Kaçanik do të kemi edhe një dokumentar ku e kemi koordinu. Do më thonë, regjisori është nga Danimarka, Ibrahim Gjemali, dhe ne kemi, si thush, i kemi shkri aktivitetit, i kemi bashku për shkak edhe kohës së shkurt. Po për shembull në shtime do ta shfaqim filmin Zgjoj. Në PDJ filmi Zgjoj, mbase edhe në disa vende do të kemi ose aktor, ose regjisorin, ose protagonistit. Domethënë, mënyrë që ta bëjmë më interaktiv dhe njerëzit nga diaspora të njohin edhe krijuesit ta, nga afër të shohin dhe ta prekin si teatrën në mënyrë të drejtë për drejtë. Po e them, domethënë, intenca është që vërtet jetë një program i gjallë dhe jetë një komunikim shumë dinamik dhe po e them edhe një herë, pas kësaj edhe të ndëgjojmë edhe për brengat e tyne, sepse dëgjani, ne kemi menduar edhe kjo hapje e derës institucionit. Është pak problematike, si këtu të hapë dera mund të vinë 200-300, po kur ti shkon në çdo qytet, edhe ata kanë më kollaj me bashkëbisedu me ty. Definitivt. Unë mendoj kështu. Ja u kursejmë pak edhe kohën këtyne mërgjimtarëve, se realisht nuk kanë edhe kohë të mjaftueshme. Shumë saktë edhe këtu në Prishtinë pastaj nuk bëhet kallaballëk, që qytetarët me thonë, erdhën shumë diasporë, s'po kemi parking, ne do më thonë unë mendoj që është më mirë të shkohet. Një vendim mjaft i saktë, realisht. Sepse ne mendojmë që edhe në basë profesioneve do më thonë të ketë kategorizime dhe takime, por u vendos, do më thonë, në bashkëbisedim edhe me kolegë, që do më thonë të shkohet në çdo komunë. Dhe në gjë, ne jemi edhe popull fort, nuk i kemi këtë kulturën e udhëtimeve. Njëmi në vendeve të tjera e kanë. Dhe duke udhëtuti shë edhe gjërat të tjera, komunikon i njeh njerëzit nga afër, dhe unë mendoj që kjo ka më shumë impakt dhe më shumë pozitive. Shpresoj, do më thonë, të marrim komente pozitive, shpresoj të marrim edhe sugjerime, këshilla dhe rekomandime. Dhe sepse fundit vetëm nëse komunikohet, vetëm nëse bashkëbisedohet, atëherë ti mund të hartosh për vitin tjetër një program më të goditur. Sepse jo mënyrë të mjashme, të ulish në zyre, të hartosh strategji, të hartosh program, pa e dëgju palën tjetër se çfarë po kërkon. Do më thonë, menyja bëhet më atraktive nëse do më thonë bëhet me një lloj bashkëbisedimit të tillë. Çfarë po them, kjo është hera parë. Në vitin e ardhshëm me kismet, si thojnë shqiptarët e Kosovës zakonisht, mendoj që në vitin e ardhshëm mund të jetë shumë më i begatshëm. Definitivisht, dhe po shpresoj që do shkoj gjithçka mbar edhe ashtu siç e keni planifikuar edhe ju, dhe po ashtu edhe siç e kanë menduar edhe mërgjimtarët, se në fakt pikërisht kjo komunikimi ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e tyre, dhe kështu që në këtë rast Karvani po e bën shumë më të lehtë. lehtë. Na të them se ne kemi sponsorizuar, domethënë edhe koncertin e Ministria e Kulturës edhe Bashkia e Prishtinës, Komuna e Prishtinës, nga puna që kam bërë në Tiranë, bashkim. Si ambasador, e kem parasysh. E kemi subvencionuar dhe koncertin e Ramlahoj. Domethënë, edhe ky koncert hyn kodër e këtyre aktiviteteve, dhe ndoshta, po e them, mund të thotë dikush, po këto aktivitete, unë mendoj për kohën e shkurtë që ka qenë, janë një mori aktivitetesh dhe mund të them që si drejtori i departamentit janë impresionuar me stafin, me angazhimin që kanë bërë brenda një kohë të shkurtë, sepse ju e keni parasysh çdo organizim do një planifikim afatgjatë, do njerëz, do mjete, dhe nganjëherë në institucione janë edhe çështje birokratike, ndoshta për një kërkesë, për një kartë vizitë, domethënë duhet të pritet një javë, domethënë unë mendoj që për këtë kohën e shkurtë që është,
janë bë mjaft. Për shembull mbylljen që sigurisht do ta kemi në Mitrovic, edhe aty ka një program fantastik, kemi me shfaq, po ashtu zgjojnë, po ashtu edhe komuna ka një program shumë cilësor, jemi në kontakt edhe me drejtërit komunale, jemi edhe me kryetarët e komunave dhe unë mendoj që do të ketë. Po ashtu të Dokufesti do të jemi edhe aty, do më thënë, jemi duke bashkëpunuar. Kështu që unë mendoj që ka shumë, nga ona ime, po them, ka shumë gjëra që mërgimtarët mund të shijojnë, edhe mund të shijojnë, thënë shkurt dhe shqip, dashurin që ja afron Kosova dhe njerëzit e Kosovës. Dhe ne i duam dhe unë mendoj që ne jemi historikisht si këmbë që diaspora ka dhënë kontributet të caktuara. Edhe në të kaluarën, kur është bërë Shqipëria, intelektualët krijues kanë qenë të diaspora. Po edhe viteve 90-ta, diaspora ka qenë, domethënë, ne e dimi një faktor determinues pse ne si këmbë kemi arritë të organizohemi, të bëjmë rezistent, ta bëjmë sistemi paralel, ta bëjmë luftën shqiptare, domethënë, ka qenë vetëm kohezioni që kemi pas në nivelin nacional dhe në diasporë. Dhe kontributi i kësaj diaspore, domethënë, do të përfundohet ose thënë ndryshe zoti bekoft ata njerëz, zoti bekoft njerëzit e diasporës. Natyrisht ata janë pjesa jonë, nuk janë një pjesë tjetër që dikush mund të thotë, po pse ata janë pjesë jonë, janë në gjaku jonë dhe janë shpirti i Kosovës kudo që shkojnë. Mbi gjitha është dhe nevojshme që ta dinë edhe ata që e vlerësojmë shumë gjithë kontributin që kanë në çdo kohë për Kosovën, por edhe për familjarët e tyre që gjenden këtu. Po besoj që në secilin qytet do fillojnë aktivitetet nga ora 19. Po, për shkak temperaturave. Do t'jetë edhe kjo shumë e përshtatshme për gjithë mërkimtarët e Zoti dje ishte edhe qytetarët. me neve, sa e përfunduam programin, filloi edhe shirat. Shirave ju gëzohen njerëzit se ka temperatura shumë të lartë, po domethënë ishte programuar në fund të programit tonë, kështu që nuk patëm asnjë pengesë domethënë. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë edhe në qytetet e mbetura. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që isha në studion e juaj Gjithashtu edhe për ne që ju patëm. Janë shumë pozitiv. Faleminderit. Mirë, pas kësaj bisede do vazhdojmë tash me